Robert, cilës prej kolegeve do t'ja kishe kërku ma letë, që ishe një pak ma lershë me thirë? Ue, va pytje? Se pas në venu qëto asë një herë. Leonora Akupit. Leonora Akupit, okej. A mendon se dikush prej kolegeve të ka kopjuar? Kolegeve? Po, ose është frymëzu ta zbusin pak të kopjime? Si kisha, sepse kolegët me të vërtet kam respekt për gjitha dhe se cila ka stilin e veçantë. Për shambull, edhe këngëtarët që kanë vokalin e mirë, do me thonë që mund kopjojnë ose one dikan, do me thonë se cila i ka edhe ato vibrimet e veta, karakteristikat e veta. Unë s'kisha thonë që më kopjanë në shtana inspirim kanë mujtë, është ta matreja që ka janë tash në mosh, kur janë kanë ma të vogla që janë kanë në skenë, fillimet e mija në është, që aja mujtë me thonë. Edhe me u frymëzu nuk o gja e keqe, po jo, se dhe një më frymëzu prej qajnë pak ma të mdoja, aja është normale. Qysh i ke punë të raportet me policë në trafik? Pra sa e kujdesshme, vëmendshme në trafik dhe me ndoshta shkeljet e vogla nëse bëndë njëherë. Unë mendoj që duhet krejt me respektu rregullat e trafiku, se mas pari është për sigurin tonë edhe për sigurin e tjerëve që është shumë mirë me respektu edhe i kësha apelu bile krejt me respektu, sepse është ma mirë me respektu rregullën se sa me bo këndërvajtje diqka, në fond ose të ndodh diqka e keqe, ose bëna aksident, ose dënohesh, kështu që s'ka diqka të mirë, edhe që më rinë 2 minuta ma herët ose ma vonë s'lumë shumë rralla ja. Kështu që me përdis të mirë, unë e filla mirë. Është ripi, është shpejtësia, ripin e është vënoj semafori? non-stop, një herë pak për shpejtësi, normale ku marrë një dënim, po ka qenë pak ma mati, edhe tash jem shumë e vëmendshme, nuk bëj mo. Tash je ndërgjithsu, s'ka mu gabime tilla. Cili është art, tash e themi maj çuditshëm që e ke dëgju për vetën? Për krejt këto vite karierë, se është e pamundun personalitetet publike me qenë kaq gjatë në skenë dhe në media prezente dhe mos me pas thash e theme, a? O, ka të lifare, besam që edhe kur po postaj tash kanë këtëria, o, zati hi, lexoj dokumente, tash të mjanisë me se cilin më marrë, mi thonë, po sa është bre që është, që ka i të thonën? Adin është dyqyr shumë, për një men, nuk ka veç për mua, është për krejt. Unë po thamë, këto rrjetet sociale ja kanë mundësu gjithë kojna me komentu, gjithë shka me shkru, edhe asë nuk njojnë personalisht, kam po veç në televizor edhe shpikin gjithë shka, me të vërtet zbën heq edhe mandej një shkru në qashtu, e maj keq është që krejt frymëzohen për që ati tani edhe i kidhen ja 7-8 tjerë që mendojnë si kur aja, edhe nuk është mendimi tyre, po janë bazu. Jo ndiku prej që ati shkrimet që kanë mujtë me po. Kështu që laj ka, kështu që po fatë mirësisht nuk ka shumë. Okej. Nëse do t'ishe pa dukshme për 24 orë, që kishe bo? Që kisha bo, 24 gjithë shkallë, shumë sene. Asjo prej nesht, i kishe bujtë edhe shtu në studio me orë, namës me të po, ose ti ki një mision, diçka që donë me kuptu për mes të shenurit e pa dukshme, pra, po e di. Kisha pos qef me kanë zyret e Donald Trumpi, edhe mi kësyr të fshefta që ka plan. Okej, interesant. Unë ka njëherë kur isha në përmledhet të tila, disa prej pushtetasve. Dhe me thonë që si diçka që janë pak që mund është me kuptu diçka ma të madhe, se për kësi imësira normal. Ato sekretet e mdha botërore, globale të janë. Okej, interesant. Teksti ma kot që ke dëgju në një nga këngët e kohëve të fundit. Teksti ma kot? Po, a ka në i diçka që ta vronë veshin, nështë edhe në radio e dëgjan... Po e di e bëni këto që me dalë titulli atë dhe me qitë në media dhe me bo arta, me ndëm për qita, po s'pe thëmë. Nëse thu e bojmë, nëse se thu... S'pe thëmë valasë... Na kurse janë i laj. Po bëhet mem tani edhe tani ati njën këta komentus... Po të me thonë ki, okej, unë e s'po të shtuj me thonë... Po normal që ka, vleron, dijet, bille një u konë shumë viral, këtë e fundit në shtapedin. Qatë shumë ka dhe për mu, sa nuk me di, garante kong... Normal. Esenca është që këto kong, ose këto si fraza, si tekstet, tani po të mbesin mendje, dhe tipo, unë për shemull e zo vetën tu e këndu që ato, që s'po më pëlqen, po veç mu ka fiksu. Po e thu se të kam me që ashtu është. Po adin, edhe kja e ka një të mirë, nështë ta nuk e ka diçka një shumë një prapavit kesi, se fakt është muzika, petë merët pak si ma me sportivitet. E kalojnë dyqysh njerëzit. Okej. Të këndosh donat live, apo në klubet, pra, në diskotekat që i kemi, apo veç në dasma? Cilën e kishe me pas... A me zhjith njërën? Po, me zhjith, me pas mundësin veç njërën me po. Dasma ose live? Po, në për klabe. Hajde, për momentin po thëmë dasma ma shumë. Në dasma ma shumë. Që shka këse më do këtë është pak punë ma serioze, është familjare,
nuk I përjashtë edhe mbrëmjes, unë njëna si këngëtare muzikës live në për neja, në për edhe, dhe më thonë, në klabe, po, për momenti mas është pytja, ajde po vendosëm me dasma. Okej. Cila është një këngë që s'është... Sepse në falë, Lirona Ndarësma, tash po kënojmë edhe muzikën moderne, dhe më thonë, ju veç këngë të nuseve, kënojnë edhe këngë tjera, kështu që është një farë atmosferë shumë e mirë. Po buhet një mix I mbrëmjes me krejt ka pak. Cila është një këngë që s'është e jotja, e dikuj tjetër, po që kështë pas shef me kënu të. Dhe më thonë, të pëlqen qatë shumë, sa thu, okej, kësha pas shef shkjo këngë me kune jamja. Unë tash e kom bo, farë pytje rasi pas ka ndodhë, unë tash e kom bo një këngë të Gjekit, këngëtarit Gjeki, nuk të harraj, edhe po pëlqehet shumë. Është këngë para luftës, dhe më thonë, është këngë shumë, kemë këngë shumë e ri, kur ka qenë het ajo. Edhe kemi ideja ka qenë arbasit, hajde e rikthejna qitë këngë, edhe me të vërtet ka dalë shumë mirë dhe pju pëlqen njerëzve, unë veç e kom realizim. Ti veç e pas ke bo, qëta e ka të mirë arta, që qka do që e ka në mendje e bën? E bëjnë në para se me bo pytjen. Tash po këthejemi pak, te muzika po mesim. Me bu një këngë që nuk të pëlqen, po e din që buhet het, apo një këngë që ty të pëlqen personalisht, e ndoshta e din që nuk ka me pas shumë një mas të madhe që pëlqehet. Cilën e kështë zgjedhë? Pra një këngë që nuk është në stilin tënë, nuk të pëlqen ty, nuk duket vetja, zhanër, tekst, ku e di? A di si unë e kom me bo shumë eksperimente, bile njëna se do më thoi, qëra prej R&B-së në popullore. A të bjo do këtë interesant. A më tani kërpin gojnë për pëlqenë, do më thonë, esenca është me dit me bo qatë zhandër, me dit me kënu. Unë e mendoj që është një zotësini, plus një artist, kur din me këndu disa zhandre. Nuk po thamë veç për veti, unë I që më I kretë artista që din me kënu zhandret ndryshme. Edhe së cili e këndon në stilin e vetë. është aftësi. Po, është aftësi edhe ndoshta, s'po di, folklor kun kënu, rock në shta hajde rock, në shta pak ma Iran. Rockun pelojnë pak ma. Pse ku më bu shumë si stili muzikës, po, hajde për momentin, po thëmë rockun. Se si dihet ortës, na I moment tjetër, veç e shojme na I këngë. Një vendim që nuk do e merje më kur, sa që je e rritur, grua pjekur, non. Që a ku marrë ma herët, apo... Që e ke marrë ma herët? A ka diçka që... A diçka, unë e thamë krejt që ka ndodhë. Edhe të mirat, edhe ato të këqijat. Bile nështë ta jeta s'është interesant edhe pa që ato të këqijat, sepse unë mendoj që edhe qa e keqja e ka një qëllë.